shihni, janë rënoja, ky fshati këtu komplet, ato fshatrat përballë, çfarë shihni këtej, të gjitha janë shpopulluar, kanë ikë me kuqe me maç, kur i thon fjalës. Në 90-ën e mori demokracia Shqipërinë 3.200.000 banor. Sot ai ka 2 milion. Me censusin e manipuluar, me të gjitha mezi i kanë nxjerr 2 milion e pak. Pjesa më e madhe e shpopullimit ka ndodhur në dekadën e fundit. Në dekadën e fundit, ajo që i thon të shpopullimi ka pas përzënje të shqiptarëve nga vendi. Se po e marrim nga 90-ta deri nga vitet 2000, nga 90-ta deri nga vitet 2000, po themi që jo po kaloi 97-ta ose një val ikjesh në fillim që sa u hapën kufit, pra disa ikje në blok, qeverive, qoftë Nanës, qoftë Berishës, i kanë ikë për inercinë e hapjes.